Një minutje zgjuar, ti e trash dukesh. Por çfarë ndodh realisht në tru kur futesh në anestezi? Shkenca po fillon ta zbuloj misterin që ka tronditur mjekësinë për dekada. Sekreti magjik i anestezisë. Anestezia përdoret çdo ditë në operacione dhe konsiderohet e sigurt, por mënyra se si ajo ndikon në vedijen tonë ka mbetur mister. Një studim i publikuar në Cell Reports zbuloi se 3 lloje të ndryshme anestezie, propofoli, ketamina dhe dexmedetomidina ndikojnë në tru në të njëjtën mënyrë, edhe pse veprojnë në sisteme të ndryshme. Ky zbulim sugjeron se anestezia nuk është thjesht veprimi i barnave, por ndërprerja e komunikimit mes qelizave nervore. Si e ndryshon anestezia trurin? Kur jemi zgjuar, qelizat nervore komunikojnë vazhdimisht, duke krijuar modele të rregullta aktiviteti elektrik. Por gjatë gjumit apo anestezisë, këto modele ndryshojnë ndjeshëm. Shkencëtarët analizuan aktivitetin e trurit tek majmunët makaki, duke vendosur elektroda direkt në tru. Kur u ekspozuan ndaj tingujve gjatë anestezisë, vëzhguan një ndryshim të rëndësishëm, truri bëhet i paqëndrueshëm. Ka nevojë për më shumë kohë për tu rikthyer. Ky është krahasimi, truri i zgjuar, lodër që rrotullohet shpejt, ruan ekuilibrin edhe kur e shtyn pak. Truri nën anestezi, lodër që rrotullohet ngadalë, lëkundet më lehtë. Kjo sjellje u pa në të gjitha llojet e anestezisë të studiuara, duke habitur edhe shkencëtarët. Pse ka rëndësi ky zbulim? Të kuptuarit e këtij fenomeni nuk është vetëm kuriozitet shkencor. Mund të ndihmojë mjekët të përshtasin dozat e anestezisë për çdo pacient. Redukton rreziqet dhe efektet anësore. Ndihmon në zhvillimin e monitorimit të aktivitetit të trurit gjatë operacionit, që nuk përdoret ende si standard global. Madje studime të tilla mund të ndihmojnë edhe në të kuptuarit e vedijes, një nga pyetjet më të mëdha të shkencës. Anestezia nuk e fik thjesht trurin, ajo ndryshon mënyrën si funksionon, ndërsa shkencëtarët fillojnë të zbulojnë misteret e veta. Një ditë, kjo mund të sjellë operacione më të sigurta dhe të ndihmojë mjekët të kuptojnë më mirë se çfarë do të thotë të jesh i vedijshëm.